në gjininë mashkullore, që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste, nuk do jetë në listën e mbyllur. Të gjitha deputetët që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë iden se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos jam fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithë. Gjera për herë të parë ka lënë të kuptohet se edhe mund mos jetë deputet, megjithëse duket një bluff që Petro Koqi me shok t'i lutën. Por ajo që çfarë bën përshtypje është zgjedhja e tij që listat e sigura të jenë njerëz anonim dhe figurat politike të jenë në listë të hapur. Mandi? Këto, domethënë se në fillim të themi çfarë është kjo dhe pastaj arsyet. Kjo është tipike dhe kemi kaq kohë që diskutojmë i drejtimeve autoritariste. Pra, forume partije, përfaqësim këtu shumëzohen në zero. Pra, çfarë do të thotë ti je deputet i Kuvendit të Shqipërisë, i një force politike? Do të thotë të përfaqësosh një komunitet caktuar. Pra, mirë që s'kemi sistem majoritar, mirë që s'kemi lista të hapura. Po tashti edhe përfaqësimin, pra është bastardimi më i madh që mund të bëjë demokracisë përfaqësuese. Dhe kandidatin e cakton, pra kush do ta përfaqësoj popullin e cakton kryeminist. Dhe më e zeza e zezave është që cakton dikë që nuk e njeh asnjë. Që është përfaqësues, por mos fol pas edhe për qeverinë që bëjmë atë testën shpesh unë e batonin që ma thuaj emrin e këtij ministri, ma thuaj emrin e atij ministri, po ta nxjerrësh me foto nuk i njeh njerëz se kush janë. Pra një parti e majtë socialisti që ka 30 ca vjet jetë politike Shqipëri, që ka 12 vjet që ka marrë përsipër parat, menaxhimin e parave të paguesve shqiptarë, thotë që shikoj, unë do vetë anonim se sultani ka rëndësi të jetë ai, se kush guvernon poshtë nuk ka pikë rëndësie. Kjo është e para. E dyta është fakti që me këtë gjë çfarë bën Rama? Nuk është kjo që thonë që Rama duke çuar emrat e fuqishëm poshtë mbledh më shumë vota. Në atë parti nuk ka asnjë emër të fuqishëm. Zoti Pega. Çdo emër i fuqishëm aty lidhet me një aferë të fuqishme. Pra nëse më thot dikush një emër Partinë Socialiste që ka aq reputacion që del vetëm dhe mbledh vota, por në atë rast Edi Rama çfarë bën? Ta them unë, Toni Gogu. Po. Tonë mund mbledh në zonën e Tiranës, po, se ka qenë në bashki. Ka qenë në pastor. Mund të ketë element, pra po flas jo si merit ose njohje individuale, sa ashtu ka dhe të fortë që mbledhin vota, kupton? Ka të fortë më që mbledhin vota. Ne dim si kanë në parlament. E kemi diskutuar sa herë këtë histori. Çështja është që çfarë përfaqësojnë. Dhe një parti, kapitalin e vet politik ka njerëzit. Çfarë përbën një parti? Është kapitali se partia e njerëzit. Tani ti thua këta, unë do t'i çoj poshtë, se do veca të ri, do veca petale dhe ca fidan. Dhe këta duhet të jenë ata që shqiptarët do duhet votojnë, se jo kam caktuar unë, nuk ka rëndësi çfarë mendojnë ata. Pse po bën Rama këtë gjë? Po bën për një arsye shumë thjeshtë. Domethënë, organizata e rilindjes në gjuhën juridike, siç e quhen në Itali, është Associazione a Delinquere. Pra është organizat kriminale. Duke qenë e tillë aty dhe ata që janë kapur në krim, dhe ata që kanë qenë afër janë të gjithë njolla më e errët në historinë e pluralizmit shqiptar. Bot kujtojmë, nga këta trimat që thyenin bastionet e PD-s, morën Kavajën, morën Lezhën, morën Shkodrën, dhe çfarë dilte mbrapa, dhe ku janë sot, dhe deri tek këta që po bien një nga një. Dhe vetmja mënyrë për ta bërë që duket nga organizat kriminale në një parti politike është spostimi i emrave të vjetër me idenë që këta të rinjt e ka bërë batoni ma men atëherë kur bëri dhe kur ishin protestat e studentëve, që bëri një reshuffle
të qeverisë me idenë që po largoj këta që kanë ngarkesa negative, po voca tjerë, po i dorën edhe ata të gjithë, gjysma dorë ose i dorën Kastraveca ose i dorën edhe ata që kishin dorë. Ky është problem. Partia Socialiste në 12 vjet, a më shumë, që ku e drejton Edi Rama, nuk arriti dot të prodhoj asnjë figurë politike që meriton vlerësim ose që mund të jetë nesër i preferuari i socialistëve. U fol dikur për Sami Tahirin, doli me këto të trafikut drogës. U fol për Erion Velin, doli që lekët taksa paguzve i kishte bërë rusha kumda. U fol për këto, u fol për atë, janë gjithë kanik për lesh. Kështu që e vetmja gjë që ka ky është duke ndruar ca fytyra, ky mendon që ndron dhe filozofinë e vet. Rama e tha biles tek ai insertit që tek ai takimi që kishte shkëputur insertin, Rama këtë e paraqet si ripërtëritin gjakun e ri Partisë Socialiste. Ky nuk është gjak i ri, ky nuk është transfuzion, s'ka lidhje fare. Ky është një gjak i prishur që ky do t'i vënë një mbuletë, t'i vërë ca fytyra përpara, ca petale, thotë janë këta, nuk jemi ne. Në fakt, janë këta që e drejtojnë dhe kur thot ai që s'do jem asun vet, kjo tregon që organizata tashmë mund të drejtohet edhe pa qenë sallë e parlamentit. Unë mendoj që këtu dhe mbylla turpi më i madh do të jetë për ato figura, ashtu siç janë, cop. Partia Socialiste që mund të ketë ngel në i fi integritet, pra që s'kanë qenë totalisht pjesë e rilindjes, të cilët do hynë fushat mbas kaq dekadash kontribut për të ngrënë me njëri tjetrin. Kush e kush t'i marrë vota shokut që të futen në parlament. Gjëja më e mirë mendoj që do të bëjnë është të largohen edhe të përgatiten për opozitë. Baton? Tash figura publike që kanë qenë ministra në mandatet e kaluara nuk janë më shumë se 30 me numër.